Do bëj një review të 4 panetoneve më të përhapura nëpër supermarkete, cila do jetë më e mira. Do filloj me Baloko, që është shumë e përhapur. Okej, kemi goxha fruta. Më pëlqen. Për një panetone klasike, pra me rrushtadë me këtë portokallin e karamelizuar, unë do jepja një 8.5 nga 10. E radhës është Majna. Momenti. Besoj e shikoni dhe ju që ka më pak. Më pëlqen ta pres edhe këtu poshtë se e heq më kollaj. Është realisht shumë e ngjashme. Ndryshon shumë pak në shije. Tekstura është njësoj. Gjithsesi, do jepja një 7.5 nga 10. E famshmja Bauli. Kjo është më e shtrenjta, nuk është se kanë shumë diferencë nga njëra tjetra. Domethënë këto do hynin deri diku tek panetonet ekonomike. Fruta të thata edhe kjo nuk është se ka aq shumë sa Baloko. Presim një copë të vogël se unë tani u vela edhe kam hall se s'dalloj dot më as shijet. Më pak e ëmbël nga dy të parat, pas ka diçka brenda që është shumë e fortë, ndoshta kjo portokalli. Tekstura është shumë e mirë. Më pëlqen goxha. Do jepja një 8.9 nga 10. Kjo është më e lira, kështu që edhe pritshmëritë e mia janë më të ulta normalisht. Goxha kështu kandidi. Kjo vjen pak si më e ngjeshur. Është shumë më e bardhë se sa të tjerat. Nuk e di sa duket në kamera, po vjen pak fare më e bardhë. Tani duke marrë parasysh që është edhe më e lira, kjo ishte me ofertë 499 lekë. Unë do i jap një 6.5 nga 10. Më thoni se çfarë bëj review në videon tjetër.